momentin që merren institucionet kushtetuese, nuk ka asnjëra fuqi përballë një institucioni kushtetues. Si do ka përdiet, tani nuk flitet që çfarë do ushqejmë sot Gazbardhin. Jo, ka përdiet në sensin si do jetë argumenti tyre, domethënë qoftë një vendim pro apo vendim kundra që mund të marrë Këshilli i Mandateve, çfarë mund të ndodhë? Edhe njërë, çfarë do lloj vendimi të marrë Këshilli i Mandateve, ka përdiet, s'ka përdiet, mazhoranca ka votat. Dhe në momentin që ka mazhoranca votat, do s'do je i detyruar ta pranosh atë që do vendosi Kuvend, Parlamenti. Pastaj ti ke të drejtë ta çosh në kushtetuese, duke relatuar defektet. Nëse nuk relatohen defektet, ne do të shkojmë prapë në kushtetuese, mendoj unë. Por që zonja Balluku do të vazhdojë të jetojë, do të vazhdojë të jetë në mas ndoshta për ndalimin e shtetit, ndoshta edhe një moment të caktuar do të hiqet,